Dy projekt ligje të Kongresit Amerikan e përfshin vendin tonë në listën e vendeve ku politikat publike i komandon financimi kriminal dhe i dyshimt, e ku qeveria nuk garanton dot sigurinë e vet. Shqipërinë nuk e udhëheqin qytetarët dhe vota. Shqipërinë e udhëheqin paratë e krimit dhe oligarkëve që kontrollojnë tenderat, porte, energji, licenca Bregdeti dhe teknologjinë e shtetit. Çdo projekt me miliona euro në këtë vend kalon nga pazari i tyre dhe Edi Rama është garanti kësaj skeme. Pa ta ai nuk rrin dot asnjë ditë në pushtet. Raporti i ri i SBA po e trajton Shqipërinë si një shtet të kapur nga kapitali kriminal dhe korruptiv që blen qeverisje. Washingtoni kërkon verifikim urgjent të pasurisë atyre që marrin qindra miliona euro nga buxheti, ndërsa në letra deklarojnë kapitale qesharake. Këto kompani nuk japin llogari për burimin e parave që po ndërtojnë kulla, parqe energjie dhe porte. Ky është një rrezik sigurie për vendin dhe për NATO-n, sepse nuk dihet kush është pronari real dhe kush i tërheq fijet. Hetimi i kërkuar nga SBA përqendrohet edhe tek grabitja e pronave të ushtrisë nga privatët. Zona strategjike dhe baza të tjera të mbrojtjes kanë kaluar nën kontroll të biznesmenëve të lidhur me Edi Ramën. Ministria e Mbrojtjes ka firmosur marrëveshje që e zëvendësojnë interesin kombëtar me interesin privat. Washingtoni kërkon prova që kjo pasuri nuk përfundon në duart e kapitalit që punon kundër sigurisë së NATO-s. Dhe për këtë arsye ka firmosur një audit të thelluar për institucionet shqiptare. SPA ka marrë urdhër të qartë nga SBA të mos merret me ushtarët e vegjël të korrupsionit, të merret me krimin e organizuar dhe oligarkët, që e vendosin se kush merr pushtet, kush humbet dhe kush mbijeton politikisht. Nuk do të ketë më çokaxhin të pandëshkuar. Nuk do të ketë më falje për sponsorët. Për herë të parë, Shtetet e Bashkuara do të godasin edhe bizneset që financojnë kryeministrin. Rama ka ndërtuar një shtet ku siguria kombëtare është në duart e krimit të organizuar. Drejtoresha e Shishë është aksesor në tavolinat e nënveshme. Ndërtimi, portet, energjia, teknologjia, të gjitha këto janë sektorë që duhet të mbronin shtetin dhe SBA nuk do ta tolerojë më këtë turp të një vendi aleat.